Edhe unë I komentova, pas edhe fillum duke fol, kështu ishte njofja. Më thënë nga ajo Edhe prita derisa të rriste. Edhe morë për gru. Dhurata parë që I kam ble Amit është, për zotin, nuk e di atë gjup, diçka e tillë, më duket se të ka marrë këtë gjupin. Ja, më përpunë që se kam 6 vjetë gjupin. Se na fligji fare. Ti e pas ka të kjetën në lëmë nuk. Kur do të martoheni? Asnjëherë. Do rrim shumë fejes gjithmonë. Seriozisht? Po. Martes. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni? Ami. Cindy. Ami dhe Cindy. Po. Sot e kam një pyetje shumë interesant. E kam pyetjen për çiftet. Jeni të fejuma, po? Po. Qysh ka qenë momenti juaj kur jeni feju? Kush e njoftoi ka dhe kush I propozoi kujt? Ishe spontane fare, thash do fejon edhe mbaroi filmi. Po ku e gjete? Si u njoftut? Tupa. Ne kishim kohë që ishim në një lidhje, pastaj e vendosëm që gjërat ishte pak më serioze, I tham shtëpis familjes qoftë bashkëshortit dhe times, dhe u mlodhëm bëm diçka të vogël, familjare. Momenti parë, kur e keni parë njëri tjetrin, çka? Edhe ku? Momenti parë. Po. E lem përgjigjen zonës. Momenti parë, unë kisha dalë me gocat, ishim në një, nuk mund të them party, po ishte lokal me muzikë. Po. Edhe, jo, në Durrës. Okej. Unë isha me gocat, ku ishte me çunat, dhe po e shikoja nga distanca, ke parasysh thjesht e njihja si emër, nuk është se e kisha parë ndonjëherë me fytyrë. Edhe thjesht ai momenti që ta bën ai kliku, që ti e shikon edhe e din që me këtë të lidh diçka. Okej. Më pas ndodhi ai tërmeti në Shqipëri 2019, dhe ky kishte hedhë një story që I rujt Zoti, inshallah do jeni mirë. Edhe unë I komentova, pas edhe fillum duke fol, kështu ishte njofja. Më thënë nga ajo Edhe prita derisa të rriste. Edhe morë për gru. Që shumë bini tërmet tjetër. Të patëm po. Ide mirë. Ide e mirë. Cila është dhurata që ja keni bën njëri tjetrit? Për postronata. Shumë dhurata. Dhurata parë. Dhurata parë fare, dhurata parë ka qenë parfum. Parfum. Ja që nuk është gjë e mirë fare. Jo është në Kosovë shumë, nëse qëtë parfum, nëse ja qënë dikujna një parfum për dhuratë parë, ti e ki ato për ton jetën. Sepse aroma e ati parfimi, sot gjatë, ko më zgjatë jeta, do më thonë, sot a përdojsh atë parfim. Jeta është, një vit është një prësht. Ne në Shqipëri e kemi që në qoftë se bën parfum për herë të parë ndahesh shumë shpejt ose tradhtohesh dhe këmbehen disa monedha. Ja, të Kosovë nuk ka po të pështaj. Ja, mirë. Ti çka I ke bën? Shumë dhurata I bëm njëri tjetrit. Po cila është dhurata parë? Dhurata parë që I kam ble Amit është, për zotin, nuk e di atë gjup, diçka e tillë, më duket se të ka marrë këtë gjupin. Ja, më përpunë që se kam 6 vjetë gjupin. Se na fligji fare. Ti e pas ka të kjetën në lëmë nuk. Ose s'bë shumë dhurata, 2 gjona janë, bë 1-3 vjeç. E vërtet, ma jone me ato bashkë. Jo, se I bëm dhurata njëri tjetrit. Asun se marrë se ka shumë. Jeni feju. Jeni feju. Kur do të martoheni? Asnjëherë. Do rrim shumë fejes gjithmonë. Seriozisht? Po. Martes. E dim se unë thash kur do të naftoni neve në martes në dasëm tuaj të vina unë. Ju e keni derë në hapë për herë. Kur doni në televizion edhe t'ju ndjekim për martes. Për martes nuk kemi shumë. U hap kjo në Kosovë ta transporti publik apo ala? Ja, hala. Kush e ka mbyllur? E kanë mbyllur, nuk e di as vetë. Martesa e ndryshon. Me autobus e ljesë. Iqi syzët, iqi, se ka i krilë, o migo. Te na, deshte me autobusa me arë në krujqi. Pa, me arë, me përvujqit, qdo gjodhëshit, që të bëjmë? Në Prishtinë keni arë sot për qef? Për qef, vim shpesh se Kosovën e kam shumë qef. Vim e vërtet shpesh. Shumë shpesh. Jeni dytë nga Durrësi? Po, të dy. Fix nga Shijaku. Nga Shijaku. Po, të dy. Unë kam punu tek Real Gjimaksi, kam qenë... Ke Reali, po. Te Mali Robit aty. Ja, ke Mali Robit, është aty, çdo fundjavë, në verë, aty jemi.
Ju presim kam punu, po të më vini nuk sa më punoj. shpesh, siç na doni ju dum edhe në juve, kështu që Ne e dum njëri tjetrin. Bravo. Ju rujt Zoti, kalofshit shumë as mirë, inshallah jetoni të lumtur të jetën. E ju të dashur miq, jetoni me neve, shqyqoni me neve sepse gjonat e mira veç të na i gjeni.